Dhe natyrisht të shtunën është festa për titullin kampion. Shkojmë flasim me çunat për të parë se çka mendojnë ata. Si kampion, ku ka më mirë? Që nga lezet bësh kampion. Edhe kom prit bile pak ma herët më u bo, po prapë në fund kjo më vjen shumë e vonë. Ju përshëndesim nga qendra stërvitore e klubit të futbollit Shkëndija, kampionit të Maqedonisë Veriut për sezonin 2024-2025. Jemi bërë kampion në mesjavën e kaluar. Kemi patur të lirë fundjavën sepse nuk u luajti ndeshja me festivalin. Kemi patur mundësi të ndjekim El Clasicon dhe fitoren e Barcelonës spektakolare, dhe shohim për atmosferën brenda grupit. Dhe natyrisht të shtunën është festa për titullin kampion. Shkojmë flasim me çunat për të parë se çka mendojnë ata. Sake, si ka qenë kjo javë si kampion, një fundjavë e lirë, e bukur për ta shijuar. Top, blau, knaqem. Dalim si kampion, ku ka më mirë? Që nga lezet bësh kampion. Po, sikur ta kishim kombinuar vetë të jemi në fundjavë të lirë dhe të shohim edhe El Clasicon rehat. Ajo ishte perfekt. Vete kishim bo gjithë planin ashtu, ti jena rahat, tash jena qetë, dalim stërvitemi, knaqemi, ku ka më mirë. E shijove El Clasicon? Po, shumë, edhe pse unë Reali më mërziti, pas kaq, gjëra që ndodhin, në mëso. Të shtunën lojë me Sileksin, pranojmë trofeun. Sa, kena prap loj? Kemi edhe një lojë. As mbaroj. Po mirë, trofeu do vinë shpejt. Shkojmë për fitore dhe atë lojë, ta mbyllim me sukses, të festojmë me tifozët tanë, me ballistët, e le të shpërthej festën të tokë. Në thrasim të vinë në Tetov në numër sa më të madh shumë. I presim gjithë Tetovën, mundësisht edhe mërgjimtarët që janë jashtë të vinë gjitha ditë për festën këtu në Tetov. I presim. Me të thonë drejtën, unë e kom ditë për si të dalim kampion, që kemi lojtar, staf krejt më të mirë se tjera ekipet. Edhe kom prit bile pak ma herët më u bo, po prapë në fund kjo më vjen shumë e vonë.